Transformimi më i suksesshëm që e ke arrit deri sot të ndonjë klienti? Sa kilogram edhe për sa kohë, në çfarë gjendje? A kemi këtu në mesin e... Jo, nuk e kemi se nuk ka pranu me dal, është pak, e ka pak si private, po, deri në 60 kila i kena humb, diku më zgabofsha 6 muja, 5 muja gjysa, 6, po di se tash po më përzien se... 60 kilogram për 5-6 muj? Po, ai do më thonë, edhe mu për shmerit e mija, mi ka çrregullu, mi ka te i kalu, po o konë shumë serios në bashkëpunim, shumë serios në punë, dhe më thonë, ushqimin ma ka zike ton kohën që ke foto qa ka bënë, edhe unë e di që kur je serios në ushqim, shumë shpejt transformohet trupi. Ushqimi është baza, është regulli numër 1. Nuk bën, dhe më thonë, tashti, ushtroja, futja, ha gjithë shka. Ushqimi është ai që të rregullon, ushqimi është ai që të bën të bukure, të bën të mire krejt, të bën të qetë, të bën tona të mira të vinë prej ushqimit të mirë. Ka sukseset ndryshme, po çaj është që mi ka pritshmëri, domethënë. Kush janë më disiplinumët, djemt apo vajzat? Gjithmonë thon për vajza. Apo? Po, vajzat janë shumë disiplinume, mbajnë treningin, ka edhe djemt se s'bën më din. Po vajzat e kanë inatin më të madh. Apo kupton janë të përkushtuar më shumë. Edhe gjatë programit, edhe gjatë bisedave që i kem, edhe gjatë planeve të ushqimit që i mbajnë, interesohen se ka dikuj na çoj planin, edhe as nuk vet, apo dhe në këshyr plan, ndoshta edhe nuk e mban. Ka dikush që domethënë e këshyr planin edhe më vet për krejt çka kjo çfarë orari, tek orarin apo den, edhe që aty e vrej që është serioz puna. Femnat janë edhe në trening shumë ma i jepin treningit, edhe për gjithë shka janë, nuk e di, mu për veti... Ato duken ma të përkushtume. Shumë ma të përkushtume.